Dashi. Ka rrezik që situata në çift të jetë mjaft e tensionuar gjatë kësaj dite. Si ju ashtu edhe partneri do kërkoni të dale e juaja dhe kjo do e acaroje paksa atmosferën. Beqaret ende nuk do jene të sigurte për atë që duan të bëjnë me jetën e tyre sentimentale dhe do ngurojnë të pranojnë edhe ftesat. Financat nuk do jene as shumë të kënaqshme, por dhe as shumë problematike. Demi. Edhe pse nuk do kujdeseni fare sot për jetën tuaj në çift, gjërat do ecin për mrekulli pranë partnerit. Kjo falen mbështetjes së të gjithë planetëve. Beqaret ka rrezik të joshen nga pamja e jashtme e disa personave dhe do nxitohen të fillojnë një lidhje pa i njohur mirë ata. Në planin financiar do ju duhet shumë durim dhe përpjekje për ta mbajtur gjendjen të qëndrueshme. Binjakët. Sot do filloni të bëni shumë projekte me partnerin tuaj dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër. E ardhmja do jetë akoma dhe më e bukur. Beqaret do kenë vesh se disa pëlqime për disa persona, por nuk ka për të ndodhur asgjë me tepër. Për financat do jetë një ditë delikate. Duhet me patjetër të ulni shpenzimet që të mos mbeteni pa para. Daforia. Venusi do e beje jetën tuaj në çift edhe me të bukur dhe harmonike sot. Do dini si t'i shprehni në mënyrë të veçantë ndjenjat dhe do e bëni partnerin t'ju ridashuroje. Beqaret do flirtojnë pa fund dhe në mbrëmje do e gjejnë personin e përshtatshëm. Nëse shpenzoni me kujdes, gjendja financiar do fillojë të përmirësohet. Çdo gjë do jetë në dorën tuaj. Luani. Asgjë e keqe nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj në çift, megjithatë nuk do ndodhe as ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Merrini gjërat si t'ju vinë. Beqaret nuk do jene me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Kjo në fakt do i mërzit dhe do i futën në melankoli. Problemet financiare do mund t'i zgjidhni falë ndihmës së disa të afërme. Byrgjeresha. Sot partneri do ju besoje me shumë dhe do ju beje surpriza të mrekullueshme. Gjithçka do filloje të duket me ndryshe. Beqaret gjithashtu mund të kenë takime interesante, por duhet ta shfrytëzojnë secilin që të shohin mundësinë e ndryshimit të statusit. Në planin financiar do tregoheni shumë të angazhuar. Do keni ide të qarta si ta përmirësoni situatën. Peshorja. Fillimisht do duket sikur dita nuk do jetë as pak problematike për çiftet, megjithatë me kalimin e orëve situata do fillojë të dalë jashtë kontrollit. Do jeni me shumë se sa duhet xheloze dhe nuk do duroni dot as ta shihni dot partnerin të ketë pranë kolegët e punës. Beqaret do jene sërish të pafat. Në planin financiar nuk duhet të nxitoheni të stabilizoni situatën sepse mund të gaboni. Akrepi. Të dashuruarit do e kalojnë krizën në çift dhe do mundohet të provojnë eksperienca të reja, ka qenë rutina ajo që ka krijuar të gjitha problemet. Për beqaret priten shumë ndryshime sot. Personi ideal do shfaqet në momentin që ata me pak e presin. Në planin financiar kënaquni me gjendjen që keni sepse kush kërkon shumë mund të bëjë gabime të pafalshme. Shigjetari. Marrëdhënia në çift do konsolidohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do jepni shumë nga vetja vetëm që ai që keni në krah të ndihet me së miri. Beqareve do vazhdojë t'ju rendojë vetmia duke qenë se edhe miqt do jenë të ngarkuar me punë. Në planin financiar tregohuni sa më vigjilente nëse nuk doni të keni probleme serioze. Shpenzimet duhet kryer me maturi. Britsjapi. Marsi do jetë planeti më i favorshëm sot për jetën tuaj në çift. Ai do ju beje me të kthjellët dhe me të përkushtuar ndaj partnerit. Beqaret duhet të tregohen sa më të hapur ndaj takimeve, por jo të pranojnë çdo gjë që do ju kërkohet. Mësoni t'i frenoni emocionet momentale. Financat do jene të mira, por jo aq sa për të kryer shpenzime ekstravagante. Ujori. Ka rrezik që të ndodhe ndonjë furtunë sot në jetën tuaj në çift. Femrat do qahen shumë nga personi që kanë në krah dhe do debatojnë ashpër.
Beqaret nuk duhet të nxitohen edhe sikur personat që pëlqejnë t'ju bëjnë ndonjë surprize. Situata financiare do jetë e shëndetshme dhe as pak problematike. Mund të kryeni edhe investimet e menduara prej kohësh. Peshqit. Partneri do ju mbajë në pëllëmbet e dorës gjatë kësaj dite dhe do ju përkëdhele në çdo moment. Do ndiheni shpesh të bekuar nga qielli. Beqaret do nisin aventura afatshkurtra, por mjaft emocionuese dhe të kënaqshme. Me financat do keni vështirësi. Gjendja e të ardhurave nuk është aq e mire sa për të kryer të gjitha shpenzimet që keni menduar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.